Dhe kjo është mami dos. Dhe ky është babi Der. Derkucja Pepa. Shokë letrash. Pepa dhe miqtë e saj janë me grupin e lojës. Më dëgjoni fëmijë, kujt i pëlqen që të ketë një shok letrash? Unë. Çfarë është një shok letrash? Një shok letrash quhet ai djalë apo ajo vajzë që ti mund t'i shkruash letra. Kjo vajzë e vogël jeton në Francë. Ajo quhet Gomarica Delfi. A mund të jetë Delfi shoqej me letrave? Sigurisht që ajo mund të jetë, Pepa. Sa mirë. Është herët në mëngjes. Postieri zoti Zebra po çon një letër tek shtëpia e Pepas. Erdhi posta. Pepa dhe Georgi gëzohen shumë kur vjen posta. Është në adresë të zonjushës Derkucja Pepa. Që nga për mua. Mami, a mund të ma lexosh këtë letër? Patjetër, është nga Gomarica Delfi. Shoqja ime e letrave. Çfarë ka shkruar? Bonjour Pepa. Comment ça va? Mami, nuk po të kuptoj dot. Çfarë gjuhë është ajo? Është në frëngjisht Pepa, ka kuptimin përshëndetje, si ke qenë? Çfarë tjetër ka shkruar? Të ndihmoj unë. James le princesse jouer avec mes amis. Sa i zjuar është babi. Sepse frëngjishtja ime është e shkëlqyer. Çfarë thot? Ha? Babi Der po pastron syzet që ta shohë më mirë letrën. Nuk më duket fort mirë, është pa kuptim kjo. Ajo thot, mua më pëlqejnë princeshat e përrallave dhe të luaj me miqtë e mi. Këtë do të thoja edhe unë. Unë dua të flas frëngjisht. Atëherë duhet të flasësh me Gomaricën Delfi. Si? Ajo ka vënë numrin e telefonit te kjo letër. Bonjour. Est-il possible que Pepa parle à Delfi? Mami Dos po thot nëse është e mundur që Pepa të flasë me Delfi. Përshëndetje. Dis bonjour. Bonjour. Çfarë të them tani, mami? Comment ça va? Comment ça va? Miru pafshim. Au revoir. Au revoir. Mirë, dhe çfarë të tha atëherë? Foli frëngjisht. Bonjour, George. Comment ça va? Pepa po thot si je në frëngjisht. Dinosaure. Shumë keq, George. Ti nuk di të flasësh frëngjisht. Erdhi mëngjesi. Zoti Zebra postieri po çon një letër tek shtëpia e Pepas. Ka ardhur prapë letër për mua. A mund të më japësh letrën që më ka dërguar Delfi? Më vjen keq Pepa, por nuk ka letër për ty sot. Po tani kush ti et vallë që ka ardhur këtu? Bonjour, unë jam Gomarica Delfi. Kam ardhur të takoj Pepa. Është Delfi këtu. Bonjour. Bonjour Pepa. Këta këtu janë mami, babi dhe vëllai im I vogël Didier. Bonjour. Kurse këta janë mami, babi dhe vëllai im George. Përshëndetje. Dinosaure. A flisni frëngjisht, zoti Der? Unë jam ekspert I frëngjishtes. Për le sport. Je compte d'équipe de football sport. Foot préféré? Po. Delfi, a mund të luajmë të dyja së bashku te pellgu me bal? Delfi nuk po e kupton Pepan. J'adore sauter dans les flaques de boue. Pepa nuk po e kupton Delfin. Babi, sa ndryshe që kam fjalën në frëngjisht? A do të vish tani Pepa? J'adore sauter dans les flaques de boue. Po edhe unë këtë desha të do thoja. Ne themi të hidhemi lart e poshtë në pellgun me bal. Jepini që të gjithë të kërceni lart në pellgun me bal. Të gjithëve I pëlqen që të lidhen lart e poshtë në pellgun me bal.